Në një hadith ka thonë Muhamedi alayhi salam, Allahu nuk i shikon, as nuk i pastron, as nuk ju flet atyne pleqve që ju ka thi mjekra për pleqnisë edhe bajnë zina. Në një hadith tjetër ka thonë Allahu është hidhru me ta qofse ban zina, plako. Dhe në pse o musliman, po shkak se një i ri mas pari ai vet nuk ka grua nashta, edhe nuk e din çka do me thonë me ba amoralitet me një grua të huj. Vet nuk ka qik, e nuk e din çka i bjen me ba amoralitet me një qik të huj. E një plak, edhe në qovë se nuk ka vet grue, e nuk ka vet qik, me pleqnin e tina është dasht me kuptu çka do me thonë kja. Deri në atë kohë është dasht me kuptu. Kjo e para. E dyta, të njëri ndodhë që epshi tina ja mund, e shten epshi tina, e shten ja mund logikës tina edhe shten me bazina. Të plaki, ai nuk është që e shtyn epshi tina, ai që me thonë, vetja tina, mendja tina e kalpt, e shtin me bazina. Të më nuk është që epshi është të shtyja ato shumë, ai është vetë që ashtu, i flisht, edhe dërë me bazina. Por ata, të kë, të plaku, është zinaja shumë maran, ashtu qysh është zinaja maran të ai i cili është i martum, në krahasim me ata i cili është i pa martum, edhe pse zinaja gjithmonë është e ran. Kështu që kujdes o musliman.